Kështu nisi kjo puntat e emisionit Mirëqenie me një pyetje nga një njeri dhe një përgjigje nga inteligjenca artificiale. Mirëmbrëma të dashur miq, mirë se keni ardhur në program. Po jetojmë në një kohë kur teknologjia nuk është më thjesht një mjet për të punuar më shpejt, por një partner në procesin e mendimit dhe të krijimit. Dhe në këtë realitet të ri, inovacioni nuk është më një luks, por një domosdoshmëri. Në pjesën e parë të këtij emisioni do të ndalemi pikërisht tek zhvillimi i ideve inovatore në Shqipëri dhe jo vetëm. Në sfida drejt zhvillimit të një kulture teknologjike, si dhe vizionin për një të ardhme ku teknologjia është e arritshme për të gjithë. E ftuara jone e parë zonja Enkeleda Imeraj, drejtoresha e Agjencisë së Inovacionit dhe Ekselencës. Ajo na flet për sfidat dhe shansat e së ardhmes që po ndërtohet sot. E ndjekim bashkë intervistën. Zonja Imeraj, faleminderit që jeni në emisionin Mirëqenie. Unë faleminderit, edhe është kënaqësi që jam këtu me ju sot. Në një kohë kur jemi në një teknologji e cila po ecën me ritme shumë të shpejta, si u ta përkufizoni ju rolin e inovacionit? Unë do të përkufizoj inovacionin si një domosdoshmëri, por edhe një mrekulli. Sepse do të na japin ne mundësinë dhe po na jep ne mundësinë që të ecim me ritme shumë të shpejta në zhvillimin e vendit, në të gjitha fushat, përfshirë dhe zhvillimin ekonomik. Dhe po ta përkufizojmë inovacionin si një proces të krijimit ideve, produkteve të reja që sjellin vlerë, mendoj që sot është koha më e artë e njerëzimit me mundësinë e teknologjisë dhe të inteligjencës artificiale që inovacioni të jetë shumë më i shpejtë, por ama të jetë edhe i gjithë përfshirës në të gjithë botën dhe ne na jep mundësinë që të integrohemi në botë shumë më shpejt dhe në mënyrë sa më efikase. Në cilën fushë konkretisht ka më shumë nevojë Shqipëria? Ne kemi bërë një punë shumë të mirë në adoptimin e inteligjencës artificiale edhe të inovacionit në administratën publike. Dhe them që është në benchmarket botërore, qoftë edhe në Silicon Valley, adoptimi i inovacionit dhe i teknologjisë në administratën publike është ndër më të shpejtët. Dhe ka qenë kjo një nga arsyet kryesore që unë vendosa që të kthehem në Shqipëri dhe të jap kontributin tim në lidhje me inovacionin. Dalemi pak se do t'u ndërpres tek administrata, me që kjo është si fokus në rastin edhe të agjencisë. A kemi në një model konkret, ndoshta janë shumë modele, po një që është pak më praktik që edhe ju personalisht, por gjithë stafi ndihet krenar për ato që keni bërë në administratën publike? Në rastet e implementimit të inteligjencës artificiale në administratën publike, po përmendim jo shumë më larg implementimin e diellës që përmirëson adoptimin e shërbimeve dhe rritjen e shërbimeve të aksesueshme nga të gjitha moshat në shërbimet e administratës publike dhe të qeverisë nëpërmjet e-Albania. Inteligjenca artificiale po përdoret në përafrimin e ligjeve për hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke ulur koston dhe duke rritur shpejtësinë e implementimit të këtyre ligjeve në mënyrë që të arrihen objektivat që kemi ne për hyrjen në Bashkimin. Pra është edhe inteligjenca artificiale kryesisht edhe në Shqipëri si një element i rëndësishëm në aspirimin tonë në Bashkimin Evropian? Absolutisht, edhe madje është përqafuar nga administrata publike në mënyrë të menjëhershme dhe në mënyrë urgjente si një nga faktorët kryesor që na ndihmon neve të ecim me ritme të shpejta drejt hyrjes në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, kemi disa projekte. Ne u krijuam në 1 janar të vitit 2024. Një nga këto është rekomandimi që kemi bërë Ministrisë së Turizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit në lidhje me një proces të matjes impaktit që kanë subjektet me mjedisin, që të arrihet në pikën ku Ministria, Qeveria apo dhe institucionet si Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes së Mjedisit të ketë vizibilitet në impaktin që kanë subjektet në mjedis, është një proces që kërkon ndryshimin operacional,
kërkon ndryshimin e organizimit të dhënave, kërkon digitalizim të dhënave, kërkon edhe angazhim të subjekteve. Gjë që do kohë, besoj. Gjë që do kohë. Një projekt tjetër që do të përmend është edhe, meqense po flasim për impaktin që kemi për rinin, është rekomandimi për strategjinë e nxitjes dhe zhvillimit të nxënësve të talentuar për Ministrinë e Arsimit dhe Sportit. Si po punohet me këta të rinj, si po nxiten ata në ide inovatore? Nga ana e agjencisë, neve ideuam projektin Gjenerata e Inovacionit, sepse pam që rinia ka shumë nevojë për të nxitur dhe ka shumë nevojë për të edukuar në lidhje me mendimin inovativ dhe në lidhje me përqafimin e inovacionit, që ata të jenë konkurrues me rinin në të tërë botës. Në fakt në kohë që flasim, ku jemi ne? Mendohet që kemi arritur që disi të kemi dhe ato hapat si të rinjt në përbot? Po, patjetër. Unë kam qenë shumë me entuziazmuar sepse kam parë kur kam ardhur këtu një rini që është shumë inteligjente, është një rini që ka një mundësi shumë të hapur dhe që ka një etje dhe uri për të qenë e suksesshme. Dhe po t'i japim akoma më shumë mundësitë dhe hapësirat që të lullëzojnë akoma më tej, unë them që rinia jonë do ketë mundësira të jashtëzakonshme, sepse një nga aftësitë kryesore që kemi ne si shqiptarë është inteligjenca emocionale, aftësia për të lidhur me njëri tjetrin. Por që tek inteligjenca artificiale, këtë çështjen emocionale nuk është se e gjejmë. Me thënë kemi inteligjencë natyrale përballë inteligjencës artificiale. Pikërisht, dhe është akoma shumë e rëndësishme që të ruajmë inteligjencën emocionale në mënyrë që zgjidhjet që japim me inteligjencën artificiale të jenë zgjidhje që i shërbejnë humanizmit, të jenë zgjidhje që i shërbejnë njerëzve të gjitha moshave dhe të futen në mënyrë shumë organike në zgjidhjen e problematikave. Dhe inovacioni i vërtet është ai që quaj unë inovacioni me zemër, sepse nëse zgjidhjet që gjejmë, qoftë ato teknologjike apo strategjike apo modele të ndryshme biznesi, duhet të kenë një impakt. Dhe në mënyrë që të kenë impakt, duhet të përshtaten njerëzve të gjitha moshave. Dhe mënyrë se si e adoptojnë njerëzit të gjitha moshave, qoftë teknologjinë apo qoftë ide të reja. Në qoftë se neve vazhdojmë ta ruajmë aftësinë që kemi në lidhje me inteligjencën emocionale, si dhe me ato aftësinë që lidhemi me njëri tjetrin në mënyrë të shpejtë dhe në mënyrë të sinqertë, ajo them që do të jetë një veçanti unike që neve do vazhdoj të na bëjë të suksesshëm në botë. Inovacion, inteligjenca artificiale sjell progres, po nga ana tjetër ka edhe ajo elementet e vet negativ. Dhe ne këtu nuk vetë trembemi, ju haseni me këtë vështirësi? Çdo gjë e re gjithmonë do krijoj frikë. E panjohura gjithmonë krijon frikë. Të njëjtën gjë ka krijuar kur erdhi revolucioni industrial. Të njëjtën gjë ka krijuar kur erdhën makinat e të tjera, energji elektrike e të tjera. Sfidat në Shqipëri them që janë në dy aspekte. E para është çfarëdo lloj teknologjie që të ishte, them që ka akoma nevojë për të bërë punë në mënyrën se si neve mendojmë në zgjidhjen e problemeve dhe në mënyrën se si adoptojmë teknologjinë që të sjellë vlerë. Dhe kjo është edhe tek rinia, është edhe tek, po themi, bizneset private. Me thënë, në momentin që kuptohet që në një rrugëtim që do bësh ti si biznes, nëse ti do ta implementosh teknologjinë dhe digitalizimin, në këtë rast të fuqizuar nga inteligjenca artificiale, atëherë dhe biznesi jot do ketë gjatësi dhe duhet të bëhet akoma më edukim me bizneset private të gjitha madhësive, në mënyrë që të kuptojnë që adoptimi i teknologjisë do t'i ndihmojë ata që të jenë shumë më të suksesshëm. Nëse flasim vetëm pak pastaj tek shkolla, idetë inovatore fillojnë që tek fëmijët, që të vegjëlit. Mendoni që edhe aty do të kemi më shumë prezencë teknologjike, e sugjeroni ju këtë? Kam menduar shumë për këtë. Po të bëhet në mënyrë të organizuar mirë, patjetër që teknologjia ndihmon në rritjen dhe në edukimin e fëmijëve. Por gjithashtu është provuar që edhe prekja e gjërave me dorë, tactile, është shumë e rëndësishme në zhvillimin e trurit për të zgjidhur problematikat. Që do të thotë, ne kemi bërë punë me dru, ne kemi mësuar si të qepim, ne kemi bërë punë me metal në
në shkollën e hershme, kemi mësuar vegla muzikore. Sepse kjo krijon kreativitet, ndoshta ndihmon edhe për gjëra që teknologjia nuk t'i jep. Patjetër, sepse fëmijët mësojnë në mënyra të ndryshme dhe ne po të lëvizim, po të ecim në natyrë, të luajmë në natyrë, fëmijët po flasin, dhe po të përdorim gjërat me të prekur dhe të ndërtojmë gjërat me të prekur në bashkëpunim me teknologjinë, atëherë do kemi një zhvillim shumë më të avancuar të fëmijëve në aftësinë e zgjidhjeve analitike dhe të zgjidhjes të problematikave. Ndërkohë ju e mendoni që ardhmja do të jetë gjithçka teknologjik? Dhe të paktën ekspertët e huaj, Elon Musk dhe këta që janë pionerë të IT-s, thonë që nëse fëmijët nuk mësojnë që të vegjël me teknologjinë, nesër nuk do të kapin ritmin, nuk do të jenë fëmijët e sardhmes. Atëre, ka dy gjëra. E para që është e vërtet që po nuk u përqafua teknologjia, po do të ngelemi mbrapa. E dyta është që unë shpresoj dhe kam një ëndër që Shqipëria të jetë një nga vendet që do t'i tregoj botës që teknologjia mund të integrohet duke ruajtur inteligjencën emocionale dhe duke ruajtur atë ambientin natyral ku njerëzit lulëzojnë. Dhe kjo shihet edhe nga nevoja që ka lindur sot, po flasim nëse njerëzit rrinë duke punuar në kompjuter të ditën, e kanë nevojën që të dalin nga kompjuteri dhe të shkojnë dhe të rinë në natyrë, të kalojnë kohë me njëri tjetrin, të pinë një gotë verë, dhe të integrohen në jetën sociale. Domethënë, është e rëndësishme që të kesh një lidhje organike mes të dyjave. Është shumë e rëndësishme që të mos humbet lidhja natyrale që kemi ne me njëri tjetrin, sepse ne kemi lindur për të lidhur me njëri tjetrin. Dhe kjo është frika më e madhe, përveç rreziqeve që sjell inteligjenca artificiale, se flitet që jo po kriminalët, jo po në anë të tjera ne kemi një lloj privatësie që më në këto rrjete nuk mund ta ruajmë më siç e kemi ruajtur dikur. Kështu që në një farë forme përveç këtij rreziku është edhe pjesa që ju thonë që ajo ana emocionale nuk është se ne mund ta kemi në vitet që do të pasojnë. Unë them që e kemi mundësinë që ta ruajmë. Dhe të gjitha ato që përshkrove janë të kontrollueshme nga njerëzit. Teknologjia në fund të fundit krijohet nga njerëzit. Dhe frika nuk është që teknologjia do të marri ose inteligjenca artificiale do të marri njerëzimin. Frika është që ne do t'i japim mundësinë inteligjencës artificiale që të ndikojë në procese jetësore të njerëzimit. Dhe e kemi ne plotësisht në dorë atë. Domethënë nëpërmjet bashkëpunimit brenda vendit, në vënien e rregullave se si të implementohet inteligjenca artificiale, apo bashkëpunimi midis shteteve që po flitet shumë sot, apo edhe qëllimi që Mira Murati, vajza shqiptare që zhvilloi ChatGPT-n, ata po fokusohen shumë në faktin që ne duhet që inteligjenca artificiale ta përdorim me koshiencë, duke e mësuar atë se cilat janë vlerat njerëzore, etika, por edhe ta integrojmë ato në procese në të cilat inteligjenca artificiale do ketë mundësinë që të na bëj keq. Përmendët Mira Muratin, jeni ju, ka shumë gra të tjera. Është e vështirë për një grua që të hyjë në një botë teknologjike ku përgjithsisht ato e sundojnë burrat. Po e them me një krenari të jashtëzakonshme që në Shqipëri unë këtë nuk e kam pasur problem. Është ndoshta një simptom e Amerikës, dhe po dëgjoja edhe në një panel tjetër që është simptom ndoshta e Gjermanisë, dhe është një problematik që vendet e tjera duhet patjetër ta adresojnë. Unë jam shumë krenare që ne si shqiptar po bëjmë ç'është e mundur që të mbështesim vajzat dhe gratë në teknologji, dhe madje shikoj baballar që janë shumë krenar që vajzat e tyre janë në STEM apo në teknologji. Kështu që dëshira ime është që të vazhdojmë në këtë rrugtim, sepse po bëhemi shembull për botën edhe në këtë aspekt. Edhe për ata që janë duke na ndjekur, të rinj, të reja, sepse nga ata ne presim atë për zhvillimin. Do të kishe një mesazh dedikuar atyre si mund të punojnë ata, qoftë edhe me veten, qoftë edhe me teknologjinë për të sjellë ide të tjera kreative inovatore.
E para këshill do ishte që mos ta shikojnë veten si inferior në krahasim me botën. Dhe e dyta është që të kenë kurajën dhe të kërkojnë, dhe të mos presin që t'i jepet mundësia. Sot mundësit janë të hapura. Interneti është i aksesueshëm, YouTube është i aksesueshëm, ChatGPT-ja është i aksesueshëm. Do me thënë, njohuria dhe niveli i informacionit është komplet i aksesueshëm. Dhe kështu që të marrin kurajën dhe të fillojnë të kërkojnë vetë, sepse ata vetë i kanë të tëra mundësit për të hapur rrugëtimin. Për momentin po bashkëpunoni me rajonet e caktuara me shtete të ndryshme për idetë inovatore? Kemi krijuar bashkëpunime të ngushta me disa shtete dhe po vazhdojmë që të jemi në kontakt me shtete të ndryshme, sidomos me institucione të ngjashme si ata tonët në qeveritë dhe administratat publike të shteteve të ndryshme. Dhe po them edhe me krenarin që modeli i Agjencisë Inovacionit dhe të Ekselencës që kemi ndërtuar edhe në Shqipëri është mirëpritur dhe po shikohet si një model i ri që nuk e kanë shumë vende dhe madje na janë ofruar disa shtete duke bërë pyetje se si e kemi krijuar në agjensinë, modelin se si po e organizojmë agjensinë, që edhe ata të marrin një frymëzim për ta adoptuar këtë model në shtetet e tyre. Unë uroj që ju të keni sa më shumë frymëzim dhe ide të reja inovative që Shqipërinë do ta çojnë gjithmonë më përpara. Faleminderit zotja Mera që ishit në këtë intervistë për emisionin Mirëqenie në Radio Televizionin Shqiptar. Më shumë faleminderit edhe për ftesën dhe ishte kënaqësi edhe për mua dhe më pëlqej shumë dhe biseda me ju. Por çfarë ndodh kur ky inovacion prek fushën më të ndjeshme, ato të shëndetit dhe të jetës njerëzore? Në këtë pjesë të dytë të këtij episodi të emisionit Mirëqenie zhvendosim në fushën e mjekësisë për të parë se si inteligjenca artificiale po përdoret në diagnostikim, në menaxhimin e të dhënave, por edhe në përmirësimin e kujdesit për pacientët. Për këtë kemi folur me inxhinierin biomjekësor Ermal Mertetnika, i cili na flet për shembuj konkret se si teknologjia po e ndryshon praktikën mjekësore nga brenda. E ndjekim bashkë intervistën. Faleminderit Ermal që jeni në Mirëqenie, duke qenë se kemi titullin e këtij emisioni, natyrisht më vjen pyetja se si ndikon inteligjenca artificiale në mirëqenien tonë personale. Në rast paraktualisht, Bruna, ju faleminderit për ftesën dhe kënaqësi që t'jem pranë jush në RTS për këtë tematikë interesante dhe vërtet atraktive. Kuptohet, domethënë jetojmë në vitin 2025 ku teknologjia sot po ecë me ritme shumë të shpejta, progresive. Dhe me sa kuptojmë pikërisht po ndryshon totalisht atë faqen e mirëqenies ose atë standardin në përgjithësi dhe duket pikërisht se sikur çdo gjë po robotizohet. Pra vetëm nga koncepti inteligjencë artificiale. Duhet të thememi, inteligenca ne jemi teknologjisë jemi shumë pozitive dhe nuk ka arsye pikërisht pra sigurisht inteligjenca artificiale duhet mirëmbahet, duhet kontrollohet, se nëse na del pikërisht në bumerang, atëherë ka dhe efekte anësore. Por ajo që pikërisht jemi të interesuar të gjithë është shëndeti, pra sistemi shëndetësor, që do thot aplikimi i teknologjisë, i sistemit të IT-s, i inteligjencës artificiale, i industrisë mjekësore në sektorin mjekësor. Si po kryesisht po, në sektorin e industrinë mjekësore, kemi të bëjmë pikërisht me krijimin e aparaturave të ndryshme mjekësore të sofistikuara, që me inteligjencë artificiale, që do të thot pikërisht pra kemi aparatura mjekësore kryesisht në kardiologji, në neurokirurgji, në pneumologji, në fizioterapi, ortopedi edhe në kirurgji të vështira. Kjo ka bërë të mundur lehtësimin e punës të mjekëve, gjithashtu edhe nxjerrjen e rezultateve dhe diagnozave në kohë reale. Inteligjenca artificiale me inteligjencën tonë natyrale duhet të funksionoj në mënyrë simbiotike. Po si arrit kjo? Për shembull, një mjek kardiolog po e marrim. Përdor më së miri një pajisje kardiologjie, për shembull një holter monitorimi të ritmit kardiak, atëherë do thotë që rezultati i të dyve nxjerrin një diagnozë të saktë dhe
mënyrën se si do trajtohet ky pacient, që do të thotë inteligjenca artificiale nuk funksionon në mënyrë autonome, pres të batën e ngo dhe vazhdon vetë. Inteligjenca artificiale ka një trigger, i japim ne inteligjencës natyrale. Pra inteligenca natyrale duhet të di ta menaxhojë më së miri inteligjencën artificiale. Po flasim në trajt të përgjithshme. Pra mund të shërbejë si një ndihmë. Patjetër, kemi të bëjmë me kirurgji shumë të vështira që realizohen me sisteme robotike, që do thotë një mjek ndodhet remote dhe moduli tjetër robotik bën të mundur kirurgji në mënyrë precize për ekstraktimin e një mase tumorale, me precizion shumë të lartë që para shumë vitesh nuk është bërë. Pra shpejtësia dhe saktësia, se sistemet robotike janë gjuhë programimi, funksionojnë me anë të kodit matematikor. 1-0, saktësia dhe precizioni shumë i lartë. Në popullatën njerëzit janë skeptik. Ato që nuk janë të familiarizuar me teknologjinë janë skeptik dhe të friksuar, por që po t'y hym konkretisht, domethënë, kjo është shumë beneficiare, pra ka sjellë rezultate shumë pozitive. Që të bësh një kirurgji të vështirë me anë të një mjeku real, pra një inteligjencë natyrale dhe një kirurg robotik, po e them në trajt batute që është inteligjencë artificiale, feedbacku është madhor se precizioni është shumë i lartë. Që do thotë inteligjenca artificiale nuk ka emocione. Google ka nxjerrë pikërisht si ChatGPT versioni 4 që ka nxjerrë këtë që të animizon, të bën një foto të animuar. Për shembull, nëse ke një nishan të çuditshëm që do të thotë jo simetrik apo me ngjyra të ndryshme, ka disa që fotografojnë dhe uploadojnë Google për të marrë rezultatin. Është diçka që nuk është më se sakt që të navigohet në Google për këto platforma. Duhet të drejtohemi një herë tek një mjek, dermatolog, venerolog, që të japi trajtimin e duhur sa më shpejt. Për shembull, një pacient ka pasur një masë tumorale adenom pleomorfike, domethënë në gjendrat e parotisit, që ne i themi në gjendrat e bështymës. Në vend që të shkonte menjëherë të bën me një anë të një incizioni të vogël, ta ekstraktonte, ta hiqte këtë masë të vogël tumorale, benign, masë e mirë. Vazhdon të navigonte në Google për 2 vjet, për 3 vjet, derisa ajo mas kishe një progres të ullët zhvillimi, pra rritje, derisa kjo mas u bë pak e madhe dhe me njëherë filloi të kapte atë që ne i kthemi degët e nervit facial. Pasi e vendosi që të shkonte të trajtohej në një mjek real, në një kirurg, sepse nuk po gjente zgjidhje në këto chatbox apo në doktor Google-in e famshëm. Sigurisht nuk po të themi që doktor Google është pabesueshëm totalisht, por unë do e përmend. Leqë operacioni është shumë i gjatë, koha trajtimit, jo rezonancë magnetike, jo skaner edhe më pas kirurgjia, por dhe kosto shëndetësore lartë, sepse për një incizion të vogël do bësh gjatë kirurgji. Doktor Google është një platformë, apo dhe ChatGPT-ja janë platforma algoritmike online. Doktor Google është mega server i madh dhe ChatGPT është një chatbox algoritma që nuk është se janë totalisht të gabuara, por ne mund të navigojmë, mund të kërkojmë, por jo për një kohë të gjatë. Nuk mund të gjejmë atë zgjidhjen që kërkojmë. Në muaj apo 2 muaj, atëherë menjëherë duhet të shkojmë të bëhemi më real, që do të thotë këtu ka një mori informacionesh, gjatë së cilës krahas problematikës që mund të ketë, ushtohet edhe ajo tjetër, jo stresi psikoneurotik. Stresin mund ta menaxhojmë përmes këtyre rrjeteve sociale. Kanë filluar tani që të gjejnë gjithandej terren shërimi, të themi. Faktikisht për para pak kohësh kam pasur një tematikë interesante për psikologun digital. Por unë mendoj pikërisht ka qenë pikërisht pra dhe kjo ka dalur në disa media international në lidhje me këtë, por nuk e mendoj përsëri që një depresioni apo stresi të trajtohet nga një platformë online. Nga një chatbot. Shumë i gjerë në fakt, po ka pika që duhet Kjo është shumë interesante që unë duhet kaloj. Elon Musk, inovatori dhe pioneri i teknologjisë, që unë suportoj më së miri, po nxjerr çudirat më të fundit. Krijoi një microcontroller për aspekt beneficiar. Një microcontroller, një microchip interesant, në na duket në botën e fizikës, në elektronik, domethënë një çip i thjesht, por janë bërë studime gjëre gjatë për të arritur në konkluzion se ky microcontroller ose ky microchip u implementu, mori nga FDA approved, organizata amerikane e aprovimit të farmaceutikës dhe pajisjeve mjekësore tek pacientët. Ky microchip mori afirmimin, u apliku ke pacienti i parë, ke pacienti i dytë, i tretë rezultoi pozitiv. Neuralink është një kompani që prodhoi një apo disa qipe, e cila to qipe janë të pajisur me disa fije mikroelektronike, mikroneuroelektronike. Nëse një pacient ka pas një masë tumorale cerebrale, pra një masë tumore në tru, dhe është ekstraktuar kjo masë tumorale, dhe sigurisht logjika është që tumori apo masa tumorale dëmton një zonë caktruar nervash neuronike, se truri ynë apo cerebrali është organi i cili ka dendësinë më të madhe të neuroneve. Nëse kjo masë tumorale ka dëmtuar një zonë të trurit dhe ky pacient ka shkuar në palepsi, ose themi ndryshe paralizë, në gjuhën tonë palepsi, lokale,
apo generale, implementimi i këtij mikrokontrolleri me këto fijet neuroelektronike bën të mundur rehabilitimin e pacientit. Çfarë bën? Lidhjen e neuroneve apo sinapseve me njëra tjetrën. Këtë bën Neuralink. Çudia më e fundit që ky Elon Musk po bën është mendon që me anë të Neuralinkut të trajtojë dhe sëmundjen e verbërisë. Pacientët të cilët kanë problematika nuk shikojnë janë të verbër, me anë të nervit optik në lobin oksipital, të bëjë të mundur lidhjen, implementimin, pse ky është një implant elektronik, një mikroimplant, implementimin në korteksin cerebral, trurin e njeriut, për të bërë të mundur riparimin e nervit optik apo diçkaje tjetër për të rikthyer pikërisht pra vizionin e këtij pacienti. Po do ta kemi më këtë ndjeshmërinë njerëzore, do të jemi në këtë komunikimin e afër që kemi. Unë mendoj që inteligjenca artificiale ne po na kthen në introvert. Që do të thotë që ne po humbim atë aspektin social, socializim para 10 vitesh, domethënë tashmë ka dalë po e them në treg batute shoku digjital, kolegu digjital, mjeku digjital, domethënë psikologu digjital, që në moshën 1 vjeç ne shikojmë fëmijët me tablet, ne shikojmë fëmijët me celular në përdorë, Në shkollë që bëjnë scroll. pak edhe në shkollë të duket që platformat duhet jenë protagoniste dhe aplikimi inteligjencës artificiale, inteligencë artificiale në arsim po sjell aspekte beneficiare. Ke për shembull anatomi 3D të cilët janë krijuar nga korporata mjekësore dhe kanë ardhur deri këtu, domethënë, në sensin që një student në fakultetin e mjekësisë të shikojë në 3D të gjithë anatominë e njeriut. Pra, është ku më mirë se sa para 10-15 vjetësh që mësohesh me libër. Që do të thotë inteligjenca artificiale po i bën më praktik njerëzit, por po ne përmendëm më të ftohtë, më introvert. Në sensin për shembull çfarë ndodh? Duke qëndruar për një kohë të gjatë në një tablet, në një telefon, cilët janë side effectet, kryesisht ke fëmijët që prindërit duhet të jenë kujdesshëm. Fëmijët që të vegjël me telefon, me tablet në duar, në sensin që gjëja e parë problematika oftalmologjike, sëmundja e miopisë, problem. Në sensin që deri në moshën 18 vjeç numri miopisë në okulistik, pra në oftalmologji progreson. Kështu që hera herë duhet evituar këto. Një, e dyta, probleme me cervikalin. Gjithkohën duke qëndruar në një posturë jo fort të mirë, duhet mund të shkosh tek një fizioterapist, cervikali, lumbari. Pra ka aspekte negative që inteligjenca artificiale shkakton. Dakor, por nga ana tjetër, jemi në atë fazën që do të themi fëmijët e së ardhmes, nëse nuk dinë të kenë këtë informacionin e inteligjencës artificiale, do të mbeten mbrapa, nuk do të jenë ata që të kapin ritmin. Nuk mund ta krahasoj. Tani heqim nga dora tabletën, nga ana tjetër duam që ata të kenë progres. Por me mas, domethënë që të menaxhohen në sensin që pikërisht pra edhe fëmijës kur i jep një tablet, një telefon apo një laptop për një kohë të shkurtër, jo vazhdimisht për shembull të luajnë me lojra tërkohës, sepse çfarë ndodh, ato kanë drita, rrezatimi ndikon në dobësimin pikërisht pra dioptrisë së syut. Brezi sotëm, edhe që nga fëmijët janë më shumë inteligjent, koeficienti i inteligjencës është më i lartë. Por ana tjetër negative është që inteligjenca artificiale me këto zhvillime që sjell sfumon inteligjencën tonë natyrale, që do të thotë nuk duhet patjetër të gjejmë gjërat gati pra vrar trurin apo mendjen fare. Në sensin një problemat në arsim po flas. Një student, një gjimnazist u jepet një ushtrim i vështirë matematikore. Jo më njëherë të shkoj të navigoj për gjetur zgjidhjen e ta plotësoj, por është ajo që të përmirësosh logjikën organike, pra të dish të bësh rrugëzidhje të vështira me anë të inteligjencës natyrale. Produktiviteti dhe feedbacku sot është më i madh se çka qenë më përpara. Në industrinë e automobilave, para 10-15 vjetësh, kishte një staf të madh punojësish. Dhe produktiviteti ishte i ulur. Për shembull 10 automobila, 15 automobila. Sot, nëpër korporata të mëdha, elektronike, automobilash, mjekësore e kudo, sot ke një staf të ulët punojësish. Pa ata punojnë që kanë mbetur pa punë. Kjo është aspekti negativ i inteligjencës artificiale. Këtej sjell aspekt beneficiar në produktivitet dhe këtej ul numrin e punojësve. Por në raport me sistemin që jetojmë, ne jetojmë në një sistem kapitalist. Perëndimi e ka më tegër. Që do të thotë në sistemin kapitalist është më shumë e rëndësishme produktiviteti dhe feedbacku fatkeqësisht dhe koncepti dhe inteligjenca natyrale, koncepti njëri po sfumohet. Pra askush nuk e ka mendjen më tek inteligjenca natyrale, por tek rendimenti, tek produktiviteti, tek inteligjenca artificiale. Pra kjo është një aspekt negativ. Ulja numrit punojësve. Jemi në risk të gjithë. Unë mendoj që është më interesant është profesioni i psikologut asnjëherë nuk do të zëvendësohet.
I mjekut mundet, ndërsa i psikologut jo. I mjekut nuk po themi që do të subvencionohet totalisht, por që ka filluar ndërthurja. Kurse i psikologut, me ato që dëgjojmë në media të ndryshme international, psikologu digital do trajtojë më mirë një pacient, është e pamundur, sepse inteligjenca natyrale ndërhyn në emocionet e pacientit. Pra duke dhënë argumenta, duke e bindur ato, kurse inteligjenca artificiale është press and go. Një problematik është në botën e medias, krijimi i avatarëve, krijimi i humanoidëve, krijimi i robotëve, i hologramave, po riskojnë punën e moderatorëve. Do na thuash se do të zëvendësohemi shumë shpejt. Por nuk të zëvendësohemi sepse unë për shembull nëse dëgjoj një moderator apo një moderatore si e transmeton lajmin, ka shumë rëndësi çështja emocionale. Personalisht për çfarë e përdor ti inteligjencën artificiale? Inteligjencën artificiale kryesisht në gjetjen e informacioneve të rëndësishme që mund të ndihmojë shumë në proceset e punës. Pra për të zgjidhur gjërat sa më shpejt edhe për një kohë të shkurtër dhe gjë më e rëndësishme është rendimenti. Alternimi në mënyrë simbiotike i dy inteligjencave, natyrale dhe artificiale, sjell çuditëra. Sjell mirëqenie dhe faleminderit shumë Erman. Kënaqësi edhe për mua Bruna që isha pranë jush në RTS për këto tema shumë të bukura. Ashtu si që theksua edhe në intervistat me tëftuarit tanë në një botë të mbushur me inteligjencë artificiale, të përpiqemi të mos harrojmë të kultivojmë inteligjencën tonë natyrale. Atë që jo vetëm kupton, por ndjen, zgjedh dhe fal. Faleminderit që keni qëndruar me emisionin Mirëqenie. Takohemi të martën në orën 18:25 minuta. Deri atëherë, mirupafshim.